Kontrollet e ushtruara nga policia për atentatin e 11 nëntorit pranë aeroportit të Rinasit, ku u vra Gilmando Dani dhe u plagos rënd miku i tij Muçi Shoqeri, janë finalizuar këtë të premte me zbulimin e një arsenali armësh në fshatin Zall të Fushkrujës. Armët u gjetën brenda banesës së Ylli Zallës, i cili është shpallur në kërkim dhe dyshohet se është personi që ju ka siguruar armët atentatorëve. Po ashtu besohet gjithashtu se mjeti tip Toyota i autorëve ka dalë nga banesa e tij në drejtim të Rinasit për të kryer atentatin mafioz. Brenda shtëpisë së Ylli Zallës u gjetën 3 kallëpe tritol, 4 armë zjarri, 2 automatik dhe 2 pushk, 6.000 fishek të kalibrave të ndryshëm, 8 krëra dhe pjesë armësh, 12 granata dore sulmuese, sasi lëndësh plasëse gati për shpërthim të montuara me kapsolla detonatore, fitil zjarr përcjellës dhe celular, 3 ndezës granatash, kapsolla detonatore dhe 5 celular, si dhe 2 kg 25 gram kanabis. 48 vjeçari Ylli Zalla nuk është një emër i panjohur për policinë. Në vitin 2014 ai është arrestuar për prodhim të bombave artizanale. Në atë kohë Zalla dyshoi për lidhje edhe me grupe terroriste të ISIS që dërgonin shqiptar për të luftuar në Siri. Ai u arrestua në atë kohë pasi gjykata e shkallës së parë në Krujë kishte caktuar ndaj tij masën e arrestit me burg për prodhim dhe mbajtje pa leje të armëve luftarake, si dhe prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike.